Atëherë, po fillojmë seancën, përshëndetje mirë për gjithë, mirë se keni ardhur në seancën e parë për vitin 2025, të nderuar kolegë asamblesë, të nderuar drejtor prezent, kryetar Aliu, media, shoqëri civile. Po besoj që gjithë rendin e ditës e keni marrë me kohë dhe sot kemi parapat që të kemi gjithsej 10 pika të rendit ditës. Veç paraprakisht duhet ju njoftoj që në Komitetin për Politikë dhe Financa e kemi futur edhe një pikë të rendit ditës shtesë, që ka të bëjë me propozim vendim për nënat lehuna që ndojnë subvencionim, dhe jemi dakordu që ta propozojmë edhe në kuvend si pikë shtesë. Atëherë po e lexoj rendin e ditës, që është shqyrtimi i strak proces verbalit nga mbledhja mbajtur me datë 24/12/2024, rishikimi i rregullores komunale për taksa, tarifa dhe gjoba për vitin 2025, NPI V01 fraksion 381 të datës 29/11/2024, sipas rekomandimeve të MBPZR-s, viz numër 461 fraksion 2 të datës 27/11/2024. Pika 3 është raporti vjetor buxhetor i Komunës së Shtimës janar-dhjetor 2024. Pika 4 është propozim vendim për dhënien në shpërndzim parcelat komunale në zonën kadastrale Shtime. Pika 5 është propozim vendim për ndryshimin e vendimit për mbulimin e shpenzimeve të barrimit NPI viz 01 fraksion 162 të datës 27/4/2023. Pika 6 është propozim vendim për ndryshimin e vendimit për subvencionimin për 100 euro në muaj familje që strehojnë fëmijët pa përkujdesje prindërore, NPI viz 01 fraksion 237 të datës 04/07/2024. Pika 7 është draft plani draft plani ndërkomunal për menaxhimin e integruar të mbeturinave për rajonin e Gjilanit dhe Ferizajt. Kjo do të shkojë në diskutim publik. Pika 8 është raporti i punës së kuvendit për vitin 2024. Pika 9 është informat për punën e Këshillit Komunal për Sigurinë e Bashkësi për vitin 2024. Pika 10 është pyetje dhe përgjigje dhe pika 11 propozojmë që të jetë propozim vendim për ndarjen e 100 eurove për nënat lehuna. E hap diskutimin për rendin e ditës. Urdhëna zotëri Goshi. Faleminderit kryesues, përshëndetje për kryetarin, për ju, të gjithë të praneshëm në sallë e në veçanti qytetarët e Komunës së Shtimës. Kryesues, me pikat e të ditës materialin të cilët na keni sjellur, unë mendoj se pikat e të ditës të cilët i lexova paraprakisht, materialit e raporti i punës së kuvendit për vitin 2024 nuk na ka ardhur, mund të themi me përgjithësi të plot shumicës së asambleze nuk ju ka ardhur ky material. Mendoj si të pika 8, raporti i punës së kuvendit për vitin 2024, derisa s'ke material, unë mendoj se kjo pika e ditës të shtyhet. Qofse kam unë një mail problem teknik, një 5-6 si u konsultova këtu dhe paraprakisht nuk ju ka ardhur. A kjo diçka? Jo, derisa shumicës nuk ju ka ardhur, mendoj se ky pika e të ditës do të shtyhet. S'ka arsye çysh me kalu, çysh me elaboru, çysh me folur rreth dhe raportit të punës, mendoj se kjo pika e të ditës do të shtyhet. Okej, faleminderit. A dhe po zotëri Ramusa? Faleminderit kryesues. Përshëndetje për juve, kryetarin e komunës, drejtorët, kolegët e kuvendit dhe të gjithë qytetarët. Kryesues, para vetës e kam një kërkesë të banorëve të fshatit Zbardh,
edhe kisha kërku nga ju dhe gjithë delegatë e kuvendit që ta futim si pikë shtesë të renditditës të diskutojmë për këtë shqetësim të banorëve. Pra vetes e kam kërkesën edhe unë para juve dhe para asamblistave du me lexu banorët e fshatit Zbërc, drejtuar komunës Shtimes. Ne banorët e fshatit Zbërc shprehim shqetësim dhe kundërshtimin ton ndaj vendimit për ndërtimin e qendrës për integrim dhe rehabilitimin e cëmuve kronik psiqik Shtime. Arsyeja e ankimimit. Afërsia e papërshtatshme me zonën e banuar. Distanca prej 600 metra nuk siguron izolim të mjaftueshëm dhe krijon shqetësime serioze për sigurinë dhe mirëqenien e banorëve. Ndikimi në mjedis. Lokacioni propozuar ndodhet një zonë pyjore me rëndësi ekologjike dhe ndërtimi do të shkaktoj dëmtim të mjedisit. Mungesa e konsultimeve publike. Projekti është zhvilluar pa përfshirjen e komunitetit lokal duke shkelur të drejtat tona për të konsultuar. Ndikimet sociale dhe ekonomike. Vendosja e këtij institucioni do të dëmtojë percepcionin e fshatit, do të ulë vlerën e pronave dhe do të pengojë zhvillimin e mbetutjeshëm komunitetit tonë. Kërkesat e paraqitura nga banorët e fshatit Zbërc, komuniteti i fshatit tonë ka paraqitur një kërkesë paraprake për shfrytëzimin e një hapësire për 1 hektari, e cila është e planifikuar të shërbejë për ndërtime tjera me rëndësi për komunitetin, duke përfshi një shtëpi të komunitetit, një fushë futbolli dhe varrezat. Prandaj kërkesat tona janë këtu. Pezullimi menjëhershëm i projektit derisa të kryhet një studim i plot i ndikimit në mjedis dhe komunitet. Shqyrtimi në lokacioni tjetër, më të përshtatshëm dhe më të izoluar për ndërtimin e këtij institucioni, marrja parasysh e kërkesës së paraqitur nga banorët për shfrytëzimin e 1 hektari për të plotësuar nevojat e komunitetit. Kjo është çka po kërkoj unë tash. Po kërkoj që ta futim si pikë shtesë, të diskutojmë me këtë ankesë që banorët e fshatit e kanë bërë drejtuar Kuvendit Komunal Shtime, të bashkangjitur i kemi edhe në nënshkrimet e tyre. Faleminderit. Faleminderit zotëri Ramusa, dikush tjetër? Ornazën Beqa. Faleminderit kryesues, përshëndetje për të gjithë praneshmit, përshëndetje për gjithë qytetarët e komunës Shtimës, sa i përket pikave të rendit të ditës dhe pikës shtesë që kemi bërë në Komitetin për Politikë dhe Financa, pajtohem plotësisht, mirë pajtohem edhe me pikën që propozoi doktor Përparim Ramusa, për shkak që ne kemi diskutuar me banorët e fshatit Zbërc, edhe kemi pa pak kënaqësitë e tyre për shkak që ju si ekzekutiv nuk keni ndërmarr asnjë diskutim publik me ata banorë dhe realisht kjo është një pengesë për ata banorë të fshatit Zbërc. Kështu që kërkoj që ta përkrahani këtë diskutim dhe të diskutojmë më gjerësisht rreth kësaj pike e cila është kërkesë e banorëve të fshatit Zbërc. Andaj kërkoj me mirë kuptimin e plot që të diskutohet këtë çështje. Ju faleminderit. Faleminderit, dikush tjetër? Atëherë te kjo çështje po besoj që të pyetje përgjigje mundi me dhënë sqarime dhe kryetari për banorët e fshatit Zbërc, megjithëse unë e di që një pjesë e qytetarëve të fshatit Zbërc e kanë pas një takim dhe kanë diskutuar këtë çështje, nuk e di pse është ardhur si kërkesë dhe pse unë zyrtarisht nuk e kam, nuk e di pse është ardhur në kuvend, në rregull që është ardhur përmes asamblesëve, po kjo çështje është diskutuar nga përfaqësuesit e fshatit Zbërc në ekzekutiv dhe po besoj që kryetari edhe njëherë publikisht do t'ja jap sqarime të pyetje dhe përgjigje. Pasi që ne e kemi futur në Komitetin për Politikë dhe Financa pikën për nënat lehuna, unë mendoj që duhet vazhdojmë me atë pikë e pastaj edhe këtë pikë ta diskutojmë të pyetjet përgjigje dhe kryetari më bën me dije që do të jap të gjitha sqarimet për këtë çështje. Por na. Kryesues, ankesa e banorëve të fshatit Zbërc ju ka drejtuar institucionit të komunës
ju ka drejtu edhe kryetarit, edhe kuvendit komunal, edhe të gjithëve. Kështu që nuk është ardha e direkt në kuvend, ardhë përmes rrugës ligjore, që së qarim kështë të dhënë. Faleminderit. Atëherë e hudhim Atëherë Zotëri Ramusa, të lutëm. Burë 450 çdo fjali bravo. Çfarë kulturë kështu. Vazhdojmë ju los që të vazhdojmë atë këmbetëm. Atëherë fillimisht duhet ta hudh rendin e ditës ashtu siç ka ardhur, me pikën shtesë që ka kaluar në Komitetin për Politikë dhe Financa dhe rekomandimi është që të kalojë edhe sot. Unanimisht është votuar në Komitetin për Politikë dhe Financa. Dhe do t'jetë pika e 11 edhe njëherë propozim vendim për 100 euro për nënat Lehona në komunën e Shtimes. Kush është për? Kemi 10 vota për, kundër. Kemi 11 vota kundër, atëherë nuk kalon rendi ditës. Vazhdojmë me propozimin e parë që është dhënë nga Zotri Gashi. Do thotë përveç pikave të rendit ditës është një propozim që ka dhënë Zotri Gashi që të votohet rendi ditës me heqen nga rendi ditës pika raporti punës së Kuvendit për vitin 2024. Am lejohet? Kush është për? Am lejohet para prakisht diskutim. Jo, jena në votim, s'lejohet më. Shtasht më herët. Kush është për? Që rendi ditës të kaloj edhe të tërhiqet ajo pik? Ka propozu. Mirë, para prakisht unë desha me diskutu si ma rëndësishme a çështja e zborësit se pika e të ditës. Kryesus. Vetëm një çështje, ju los, jemi në votim. Po në votim, po nuk... Jemi në votim, nuk dëshiroj asë një çështje me diskutu. Edhe njëherë, propozimi i Zotri Gashit është që të hiqet pika rendi ditës raporti punës së Kuvendit për shkak që s'ka ardhur materiali me kohë. E hudh në votim, kush është për? Kemi 10 vota për. Kush është kundër? Kemi 11 vota kundër. S'heket, vazhdoj, ju los. Jemi në proces votimit. Jo, nuk mundem me diskutu. Atëherë kemi edhe një propozim, diskutim për rendin special lokacioni që është propozuar nga Zotri Ramusa. Kush është për? 2, 4, 6, 8, 10, 11.
Kush është kundër? S'kemi kundër, abstenim. Do të thot me 11 vota për edhe 10 abstenim, rendi ditës i bashkohet edhe pika diskutim për rendin special lokacioni të cilin e ka parapo ekzekutivi në shtime. Faleminderit shumë, para se me vazhdu me rendin e ditës, doni me qenë sinqert kur bëni propozime, zotri Gashi, mu më kish ardhur shumë tërp me propozu rendin e ditës edhe me votu kundër. Ose se ke di çka ke propozu. Po, tash kom ja u dhënë fjalën gjithë secilit, po dijeni që jeni në kuvend dhe nuk bën kështu me ngrit dorë me propozu edhe në fund me votu kundër. Se nuk është në rregull kjo. Po megjithatë, mirë është që qytetarët po na shohin live dhe e dinë se cilat janë arsyet që e shtynën zotri Gashin me u tërheq për shkak presionit së zotri Ramosës që u ngret në këmbë dhe shkoi bëni presion. Vazhdoj me pikën e parë të rendit ditës, që është shqyrtimi e strak proces verbalit me mbledhjen e mbajtur me datë 24/12/2024. Kush është që dëshiron fjalën te pika e parë? Orna, zotri Gashi. Kryesus, faleminderit, me qenë se nuk do të vazhdoj te pika por shqyrtimi e strat proces verbalit nga mbledhja e kaluar, po do të vazhdoj pikërisht te diskutimi im të cilë ke para se me fillu pika të anët të ditës dhe propozimi i pikës anët të ditës. Dhe ashtë more dhe as ashtë more dhe a janë kanë përcjellin qytetarët e komunës Shtimes, janë të na përcjell të gjithë, edhe mua dhe ty, edhe kryetorin, edhe përpajmë Ramusën, edhe x tjerë të cilët jem përfaqësuar këtë sot. Mbi gjitha, une nuk ma dha fjalën se kur e por se është një kërkesë e banorëve të fshatit Zbërc dhe e poshone kërkesa ishte mas propozimit tim, unë e poshtë arsyeshme se ti përkrohi banorët e fshatit Zbërc, se marrë arsyeshme është një kërkesë e banorëve të fshatit Zbërc, mund të themi në gjithë fshatit Zbërc, se propozimi jem të cilën është gabim teknik të cilët nuk 80% asambleze nuk ju ka orë kjo material. Materiali i cilit nuk na ka orë, e kemi pas raporti punës së kuvendit për 2024. Ne kemi pas në 10 orë këtë pikë tranit të ditës, po e kemi pas 6 mujoshin. Dhe me përgjithësi të plot, unë e kisha kërkuar nga asambleze cilit i ka orë kjo pikë tranit të ditës. U konsultova me kadrijen, me lumin për parime dhe mos të përmend emra, 80% këtu nuk ju ka orë dhe pikërisht për ata kërkova, po mbas propozimit tem ishte kërkesa e përparim Ramusës të cilën e bëni një kërkesë të fshatit Zbërc, banorëve të fshatit Zbërc, ku e posh ma prioritet dhe shumë ma të rëndësishme të hinë si pikën e të ditës saja dhe nuk bëj politikune, nuk bëj presion për kërkonin, por këtu jemi për ngrit shqetësimet dhe kërkesat e banorëve pavarësisht lokacione ku. Faleminderit zotri Gashi për sqarimin. Presionet une nuk jena të randi ditës, të pika parë. Po mirë dhe mësë më dërhi vishë. Jo, po ndërhy, se jetë të folë diçka tjetër. Po mirë dhe një minut. E kena kur të vim të pika e sqaran. Ta shpikën e kinë randi ditës, kur të vish të pika e jep sqarimet. Po mirë, për sqarojën e të morja. Morja është ju, unë e pikrisht ishna kona tulse, ato e kishna ngrit dhe kishna honë, pavarësisht jo në kishna propozit. Të i din regullat, kur të në proces votimit nuk mërë me ngrit dorën më të rriq mrapa. Ja po, kur e shon në prioritet qytetorit, po. Jo, në proces votimit jo. Mirë, që kja është morja, fandet. Jo. A ka dikush për pikën e por, ju lësë që për pikat që kanë kalu, vazhdoni te pikat e randit ditës. Jepni sqarimet. Shqyrtimi e strak proces verbalit nga mbledhja mbajtur me datë 24/12/2024. A ka dikush te proces verbali? Zotri Muju, ta orna. Faleminderit kryesues, përshëndetje për ju, kryetorin, drejtarët, kolegët e asamblesë, përshëndetje të veçantë edhe për gjithë qytetarët e komunës së Shtimës. Se përket proces verbalit unë pajtoj, diskutimet e mia gjitha janë të përfshira në proces verbal, kështu që vota ime do të jetë pro këtij proces verbalit.
Kom pun proces verbal në disa gabime teknike që s'm kanë qu pesh, po për këtë arsye unë do ta votoj për proces verbalin. Faleminderit. Faleminderit, dikush tjetër? Atëherë ullim proces verbalin në votim me vërejtjet që i tha zotëri Mujota, që ato ku ka ndonjë gabim teknik të përmirësohet, ose drejt shkrimor. Kush është për? Nga 21 pranishëm kemi 19 vota për, kundër, s'ka, abstenim, 2 abstenime, me 19 vota për dhe 2 abstenime kalon pika parë, që është shqyrtimi ekstrakt proces verbalin nga mbledhja mbajtur me datë 24/12/2024. Vazhdojmë me pikën e 2, që është rishikimi rregullores komunale për taksa dhe tarifa dhe gjoba për vitin 2025, NPI viz 01 fraksion 381 të datës 29/11/2024 si pas rekomandimeve të MBPZR-s. Viz numër 4614 fraksion 2 të datës 27/12/2024. Vesh t'ju paralajmëroj që drejtori s'qen ka këtu, o më falë se kom një mësu me po në nalën tjetër. Ja japim fjallën drejtorit Bajrami edhe një sqarim që në Komitetin për Politikë dhe Financa është votu unanimisht dhe i rekomandon kuvendit që të kaloj kjo pikë rendit ditës. Kërkoj falje se pak jam në gjendje gripoze. Ordna zotëri Bajrami. Faleminderit kryesues, delegat, kryetar, qytetar nderuar. Gjatë hartimit të rregullorës për taksa, tarifa dhe gjoba, duke u bazuar në një memorandum që është nënshkruar nga Ministria e Bujqësisë, Pilltarisë dhe Zhvillimit Rural, Ministrisë së Administrimit Pushtetit Lokal dhe Komunës së Shtimës, janë bartur kompetencat agjencionit të pyjeve, sa i përket kompetencave edhe ekzekutive edhe administrative, moni kanë kalu agjencionit të pyjeve, dhe gjatë hartimit të kësaj rregullore e kemi po të arsyeshme me i hes taksat që i kemi pos deri tani, sa i kemi pos nga kompetencat në komunë. Ndërsa pas votimin në kuvend, kjo rregullore është kthysi jo e plotësuar, jo e lehtëshme në kuptimin e këtyre taksave, dhe ne kemi zhvilluar një takim me Ministrinë e Bujqësisë, përkatësisht me Departamentin Ligjor, edhe ata na kanë thonë që udhëzimi administrativ 07 thyje për 10 është në fuqi hala, dhe këto taksa duhet të jenë në këtë rregullore deri në hartimin e një akti në ligjor siç është udhëzimi administrativ, që e precizon që me i kalu këto kompetenca agjencionit të pyjeve. Pra në këtë kuptim propozoj që këto taksa të jenë përsëri në rregullore sipas propozimit nga Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural. Po besoj që i keni të gjithë përpara, nëse ju atëherë muj edhe mi lexu tekstin komplet që janë dhonat, po megjithatë nëse eventualisht paraqitet nevoja për mi lexu, i lexoj. Ju ftoj për votim dhe miratim të kësaj pike. Faleminderit. Faleminderit drejtar, dikush e dëshiron fjalën? Po zotëri Jemini. Faleminderit kryesues, na diskutuam edhe në Komitet Financave që ndryshimi që është ardhur rregullores është obligim ligjor, kështu që s'po shoh arsyeshme si grup parlamentar jemi që të vazhdojmë tutje, të votojmë ndryshimin e propozuar nga ana e drejtorisë. Faleminderit. Faleminderit zotëria Musa. Kryesues, ashtu siç tha dhe Kadriu, edhe në komitet kemi dakordu që çdo obligim ligjor ne jemi të detyruar ta zbatojmë, po sinqerisht është shqetësues se kjo nuk jetë mbledhje pa na u kthy vendimit të kuvendit komunal. Kjo është shenjë që komuna nuk ka asnjë zyrtar ligjor.
njerëz që janë jurista në komunë veç që keni punësuar më javën rrugën edhe më ndaj nëpër korridore, edhe nëpër kafeteri. Asnjëherë zyrtarët ligjor të komunës nuk vinë kuvend këto. Me na shpjegu ligjin neve se kur do shtem me ligjin kjo rregullor ai s'është. Kështu që si përfundim, ne si grup parlamentar jemi për mi zbatu çdo rregullore edhe çdo obligim ligjor që vjen nga niveli qendror. Faleminderit. Faleminderit, dikush tjetër, zotëri Severi. Faleminderit kryesues, meqense është i raport që po marr fjalën, përshëndetje për ju dhe për kryetarin, për gjithë kolegët, në veçanti përshëndetje për gjithë qytetarët e komunës së Shtimës. Edhe ne si grup parlamentar i Lëvizjes Vendosje pajtohemi me ato ndryshime të cilat janë bë. Sinqerisht unë po do të shpreh pak shqetësimi meqense nuk kemi prezent sidomos në marrjen e këtyre vendimeve zyrtar ligjor. Unë kam thënë në seancat e kaluara, mirë ka qenë edhe gjithë herë do të më qenë, sidomos kur kemi me marrë këto vendime që janë në përputhshmëri ose në mos përputhshmëri me ligjin, prandaj si të tillë duhet ta kemi zyrtarin ligjor në këto takime, të cilat kanë një rëndësi të veçantë në marrjen e këtyre vendimeve që të jenë sa më legjitime dhe në përputhshmëri me dispozitat ligjore. Prandaj edhe një herë në emër të grupit parlamentar jemi pro të vazhdohet me ato rekomandimet apo rështimin e këtyre çështjeve të cilat i diskutuan dhe parafolësit e tjerë. Ju falenderit. Faleminderit zotëri Seferi, dikush tjetër? S'kemi të paraqitur. Atëherë e udhim votim pikën e dytë, rishikimi i rregullores komunale për taksa, tarifa dhe gjoba për vitin 2025 me rekomandimet që i dha drejtori Bajrami. Kush është për? Faleminderit, nga 20 të praneshëm në sallë unanimisht. Vazhdoj me pikën tjetër me radhë, që është raporti vjetor buxhetori komunës së Shtimës për vitin 2024. Tu e kemi drejtorin e financave zotri Ahmeti, i cili do ta elaboroj këtë raport në pika dhe shkurta. Në Komitetin për Politikë dhe Financa me shumicë votash i kemi rekomandu kuvendit që ky raport të kaloj. Urno zotri Ahmeti. Faleminderit kryesues, përshëndetje për juve, kryetarin, drejtorët asamblesë të praneshme dhe gjithë qytetarët komunës së Shtimës. Më lejoni që përmes këtij dokumente në këtë seancë të kuvendit ty ju njoftoj për raportin buxhetor për vitin 2024 bazuar në ligjin për veçërisë lokale, nenin 58 dhe ligjin për menaxhimin e financave publike, përkatësisht nenin 45.4. Tyrat buxhetore të komunës së Shtimës përbën nga grandet qeveritar, tyrat vetanake dhe donacionet, ku strukturën dhe pjesëmarrjen e të cilat do ta prezantojnë në formë tabelare. Grandi qeveritar për vitin 2024 ka qenë 9.661.531.26, tyrat vetanake 569.699.99, tyrat vetanake të bartura nga viti paraprak 628.753.05, donacionet 207.354.6 dhe financimin nga huamara dhe klauzula investimet 293.691, që në total është 11.361.029.90. Grandi qeveritar është bërimi kryesor i financimit të buxhetit komunal, që shihet edhe në tabel ku pjesëmarrja në buxhetin final është 85.04%. Ndërsa tyrat vetanake gjatë vitit 2024 janë arktuar gjithsej tyra vetanake në shumën prej 767.391.63 apo 34.7%, më shumë se sa vlera planifikuar apo projeksionet e përcaktuara nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve. Më poshtë i keni në tabel paraqitur në përgjithësa sektorë se sa kanë qenë tyrat, mirë po neve pasi që kemi dorëzuar materialin në kuvend, na u ka kthy një shumë prej 3.055 që ka qenë prej gjoba në trafik, kështu që projeksionet atëra janë minus 3.055 më të vogla apo 34.16% në total. Tatimin pronë është 223.266.22, shëndrimi tokës bujqësore 7.016.75, taksat për automjetër 71.446, taksat për shfrytëzimin e hapësirave publike 27.137.27, lejet e ndërtimit 23.989.54,
inspektimet e tokës dhe aktivitetet gjeodezike 67.064.30, certifikatat dhe dokumentat zyrtare 33.503, torat nga arsimi 55.576.4, torat në shëndetësi 50.140.10, gjobat në trafik 206.303.69, të hyra tjera apo gjobat nga inspektoratin 6.746.67. Të donacionet përveç grandet qeveritare dhe të hyrat si të hyrat të rregullta me buxhet, kemi edhe donacionet, pranimet nga pagesat e treta. Pagesa këto që kryen direkt nga donatorë në llogaritë komunës dhe gjatë vitit 2024 kemi pas donacionet e bartëra nga viti paraprak dhe nga qeveria zvistrane apo mjetën nga performanca, të cilat i kemi edhe në tabel shumën prej 207.354.6. Ndërsa sa i përket financimit nga Amarja, kjo ka të bëjë me marrëveshjen e kredisë të miratuar nga Kuvendi i Republikës Kosovës, sipas ligjit 06L142 të marrëveshjes së kredit ndërmjet Republikës Kosovës dhe Uni Kredit Bank Austria në lidhje me financimin e projektit për ndërtimin e sistemit të kanalizimit komunës Shtimes, e publikuar në gazetën zyrtare të Qeverisë së Republikës Kosovës në shumën prej 2.385.000, e cila në vitin 2019 deri në 2021 është shpenzuar 1.782.945.32, në vitin 2022 kemi shpenzuar shumën prej 308.363.39, vitin 2023 nuk kemi pas të aprovuar me ligjin e buxhetit, ndërsa në vitin 2024 kemi pas të alokuar shumën prej 293.691, ku për këtë periudhë kemi shpenzuar 175.932.76. Gjatë vitit 2024, Komuna Shtimes ka shpenzuar 11.043.479.98, apo 97.2% i miratuar për vitin 2024 përfshirë gjitha burimet e financimit. Nga grandet qeveritare shpenzuar 98.69%, tyrat vetanake të vitit 2024 95.34%, tyrat e bartëra nga viti paraprak 92.80% dhe të fundi donatorët kemi 99.97%. Ma poshtë e keni në për gjitha programet, unë të shu në veç vija trasha në për gjitha programet se sa ka qenë në përqindje buxheti i shpenzon, të zyra kretarit 100%, administrata komunale 99.26%, inspekcioni 99.26%, prokurimi 100%, zyra komende 100%, zyra financa, drejtoria financa 99.94%, zjarë fiksat 96.16%, menaxhimi i fatkesive natyrore 99.34%, bujqësia 99.79%, pylltaria 100%, zhvillimi ekonomik 99.15%, urbanizmi 97.8%, administrata shëndetësi 100%, mjekësia primare 96.42%, shërbimet sociale 98.79%, shërbimet rezidenciale 98%, kultura 98.95%, administrata në arsim 98.97%, qerdja 98.99%, arsimi fillor 99.25%, arsimi mesëm 99.78%, dhe tyrat vetanake që thashtë edhe më herët 95.34% dhe tyrat nga të bortën nga viti paraprak 92.8%. Kjo është përgjithësi e tëra e këtij raporti. Faleminderit për vëmendje dhe presim nga jo që ta miratoni këtë raport dhe mirëpresim pyetjet e juaja. Faleminderit. Faleminderit, drejtor, në Zëniusha Ramadani. Atëherë përshëndetje për të gjithë. Kam një pyetje, mundet edhe drejtori për kadastër dhe gjeodezi më përgjigj. Lejet e ndërtimit krahasu me vitin e kaluar janë minus 87%, ndërsa në raport me planifikimin vjetor janë 35%. Arsyeja mua më intereson me ditë arsyeën pse ka ndodhur kjo, nuk ka pas kërkesa për leje të ndërtimit apo pse domethënë janë miratu kaq pak. Faleminderit shumë. A dani me përgjigj një nga një, apo dani me marrë shënimet? Okej, vazhdojmë. A ka ndonjë pyetje të tjetër, unë nësën ja beqa? Faleminderit kryesues, drejtor, zakonisht je i mangët në elaborimet e raporteve financiare, buxhetore, si duhet quaj.
vazhdimisht prap ta bëj pyetjen, më interesojnë shumë drekat edhe darkat zyrtare dhe akomodimet e juaja si ekzekutiv. Pse nuk po na paraqet asnjëherë asnjë dhën gjatë gjithë raportimeve tuaja për këtë çështje? Në momentin që unë e baj një kërkesë si përfaqësuese qytetarëve, ti duhesh më kam përgjegjës karshik kësaj kërkesës time edhe të na tregosh. Që pyetja ime është gjatë kësaj periudhe, cilat kanë qenë shpenzimet për dreka, darka dhe akomodime zyrtare? Ju faleminderit. Faleminderit, zotëria Demaj. Faleminderit kryesues për fjalën. Përshëndetje për të gjithë. Ja falenderoj drejtorin për financa për këtë raport. Ky raport ofron informatat për periudhën janar-dhjetor 2024. Raporti është përgatitur mirë, i cili përmban shpenzimet e buxhetit dhe të hyrat vetanake. Buxheti është shpenzuar 97.2%, edhe të hyrat janë realizuar, mirë po edhe kemi tejkalime 34%. Kështu që viti 2024 konsiderohet një vit i suksesit. Të gjitha projektet janë realizuar sipas planifikimit, prandaj ne si grup parlamentar do ta votojmë raportin vjetor buxhetor për periudhën janar-dhjetor 2024. Faleminderit. Zotëri Mujota. Faleminderit kryesues, faleminderit për drejtorit për raportin. Pak në dy kolona, pak më mallon mundësisht drejtor të zyra e kryetorit, të shuma 178.347.79 cent, ku përfshinjen dy kategori mollra dhe shërbime dhe paga, ndërsa të drejtoria po ndel që të pjesa e administratës janë shpenzimet i kena posta ta lukune 73.000. Ta është të këtu një diferencë kur dhije stofi administratës edhe këtu e keme 98.97%, ku e dim shumica e administratës janë pagat edhe ato, po të kryetori që kjo shifër të zyra kryetorit, po ndel shpenzimin 100%, edhe shuma 178.347.79, a kishe mujt pak më ma laboru në qëtë pjesë, cilat kategori përfshin zyrën e kryetorit, kurse janë edhe të administrata, dhe më thonë që të dy kalkulimet i kam pak ma tjorta, edhe një detaj kryesues kisha pos dëshirë më ma sharu, unë e di po edhe për opinionin. Nëse deklaruhëm pro se kundër në mënd grupit, do më thonë grupet politike formuan për 3 antarëve një subjektit apo të bashkangjitjes një koalicionit, kështu që prufën për dëgjoj shpesh në përmledhe në mënd grupit, në të jep një qarimëti si kryesues në mënd cilit grup kë e mbështet këtë raport ose çdo votim që jep. Nëse kanë grup këta, a janë ende në koalicion LDK AKR apo nuk janë. Këto një qarim që ku të fullum për grupët politike, shefat e grupët politike në dijet, se dhe ku po thirrëm takime, dikush ka 1, dikush ka 2 a 3, kështu në definohen edhe qëtu çështje. Faleminderit. Faleminderit. Unë e di që LDK dhe AKR janë koalicion që nga fillimi dhe janë një grup parlamentar. Nuk kam asë një informat që këta s'janë grup parlamentar. Mos më kanë drejtu me asë një kërkesë që janë në damë. Kështu që vazhdo njëjtë. Edhe dikush tjetër. Po kur nuk është shefi i grupit prezent, njëri nga anëtarët e kuvendit ka drejt me marrë fjalën. S'kemi më të paraqitur. Po, më falë Aslan. Urna zotëri Beqa. Faleminderit kryesues, përshëndetje për kryetarin, drejtarët, kolegët asamblesë dhe për gjithë qytetarët e komunës së Shtimës. Po flasim për një buxhet, për një raport buxhetor që është mirë menaxhuar dhe është shpenzuar sipas planifikimit për vitin 2024. Një shpenzim rekord, sepse në Shtimi na mësuam pas buxhetit shpenzuar deri në 80%, tash është
ofër 100%. Edhe të shpenzimet kapitale, që është shumë e rëndësishme që investimet janë përfunduar këtu, dhe buxheti është shpenzuar ashtu siç duhet. Ma herët pat një kritik që u ndryshon edhe pikat ku tha që s'kena marrë material, tash po shihet që materialin e paskam pas se po dinë mi bën edhe pyetjet. Po dinë mi bën edhe pyetjet, veç ta përfundoj. Deri në fund. Mos i përzijën tema. Mos i përzi tema. Për tjetër raport. Ambleni me fola se ta marr fjalën që shton ndika. Çka është më? Po keni me mundësinë me marr për replikë se hamën. Zotri më juta. Jo, ne këtu jam gjithë, po jo s'po ne Mikrofonin këtu. të lutem, se e ki dhejs. Tash këtu ka dy gjëra kryesore që mund më ndiku. Jena në fushat elektorale edhe munduam me mjegullu për shembull investimet që janë të bën shtime, po kjo s'ndodh, edhe s'ka më ndodh kurrë, se qytetarët janë të i po shihen në tubime, tash masi e keni bën këto si fushat, po shihen në tubimet e secilit. Në për fshatra çysh pi presin e çysh pi tregojnë udhën secilit. Te buxheti, se e mor fjalën thatë nuk kena pas material, tash pikqyje se cilë po bani pyetje, domthonë pas një lexu materialin, edhe pe dishje se janë shpenzu, qysh janë shpenzu, edhe pe dini, po Nissan nuk po mundi me tregu, që 99% asnjëherë s'u shpenzu, u shpenzu 80, 75 ma poshtë nashta, edhe nuk u menaxhu asnjëherë në këtë mënyrë buxheti i komunës. E tash ti nuk keni më pyetje për këtu, po dilni po bani pika tjera që veç më hu vlerën kësajna. Po nuk mundi. Faleminderit drejtor për shpjegimin sakt për secilën pjesë të raportit. Ky raport është për më mburr na me qeverisën e komunës Shtimës, edhe e keni përkrojnë tonë për me kalu këtë raport. Kështu që i rekomandoj secilin prej kolegëve ta votojnë këtë raport se është raporti më i mirë deri më tani. Edhe veç për shkon të u bon raportet edhe më të mira me këtë qeverisje. Po tregohet qysh mirë qeverisët, qysh shpenzohet paroja publike, ashtu siç duhet edhe parashikimet që bën fillim vitit dolin me rezultate fikse në fund vitit. Faleminderit shumë. Faleminderit, zotëri Ramon sa për herë parë. Kryesues, faleminderit, drejtor, faleminderit për sqarimet. Megjithëse nuk e pota nërmen me diskutu, po më nxiti parafolsi. Parafolsi krenohet me shpenzimin e buxhetit. Po unë du me t'ja morë vishë 3-4 shembuj. E morëm shembull të tatimin pro në vitin 2023 janë inkasu 332.000 euro, vitin 2024 223.000 euro. Do me thonë me këto kjo krenohet. Pse ka pos tyra ma pak. Në 2024 se 2023. Morëm shembull të shëndrimit të tokës bujqësore. Në 2023 i kena pas 39.000, në 2024 veç 7.000. Lejet e ndërtimit. Në 2023 i kena pas 189.000, kurse në vitin 2024 i kemi vetëm 23.000. Do me thonë, kë edhe me këtë neglizhencë, edhe pse janë vjel toksa shumë a pak, kë edhe me këto krenohet. Të shpenzimet, i keni shpenzu minimët milionerë asë një punë se keni kry. Unë e di pse keni shpenzu, se 50% i keni vjellë. Do me thonë, kur të koha i një, ato shpenzohen sot mëne. Kështu që gjomra një punë për 11 milionerëve që e keni kry, atëherë debatojmë. Të materiali, nuk ke e orientun dhe në kohë dhe hapësirë. Tjetër cent se ke parafolsi. Këtë tjetër pikë randi ditës ke. Këtë tjetër pikë. Kuj keni këtu me shifra drejka zyrtare që ne keni dërgu? Nuk janë këto. Pse keni hongër me shkrokodile edhe s'ne keni punu dokumentat. Faleminderit. Faleminderit. Për proces verbal është mirë, është akuzë shumë me ranë me thonë 50% buxhetit e keni vjedhë. Është mirë me thonë me emër kush e ka vjedhë se ekzekutivi, rregull. Shkruje për proces verbal, se du të me onë llogari për këtë fjallë, se nuk jena në livallë e këto, jem këvend. Po, s'është problem për nej veti. Zotri Beqaj për herë dytë, pastaj zotri Mujuta. Faleminderit kryesues. Kryesues ako mundësi vazhdoj. Kështu.
Nuk e di, a është në panik ata që kanë durim edhe ju ngojnë deri në fond edhe janë qetë, sepse kina punu për më konë qetë, a ju që po bëni tonë ku në zhurmë. Kështu, te pjesa e inkasimit, ju e dini shumë mirë që i kina folë 100 euro për se cilën banorën të atim. Pse nuk e përmeni që të asë një herë, po vishtoni keni marrë të hyra më pak. Me parashikimin fillim vitit, deri në fund vitit jena ma shumë se që kena planifiku, për 34%, ashtë e një të lezu raportin. Lexojnë në raport e keni. Tjetra, ky buxhet u shpenzu qytetarët e dinë shumë mirë. Kondriqim, janë kry rrugica, rrugë, asfaltime, projekte, porqe, renovime të institucioneve publike. Nuk isheni, po s'pisheni. Për një nuk pisheni. Edhe për projekte që thoj që s'bon, apet po bon, në Petrovaj, po një dy projekte që nesën mbi 3 milion euro, se nuk bon shkolla dhe qërë janë Petrovaj, që shtu thoj Jo, krye, na kena mi preshiritat, kësmet aty në projektov. So shumë u bo zhurën, qerdja zbot, u bo qerdja, edhe bile mu konë mirë, mu konë krejt aty, sa ajo është institucion për qytetarët e për banorët e Petrovë, ose të asoj rrethine, edhe për shkollën jetë, edhe për projekte që bëthënë e zbon, janë të u bo vazhdimisht projektet. Kështu që nuk është morë, mi thonë këse qeverisje, ju lumë për punën e mirë që një të u bo, se edhe për ju është kënari. Faleminderit. Zotëri, 2 minuta të javën, zotëri Mujotës për herën e dytë. Me radhë. Faleminderit kryesues. Unë për opinionin dua ta jap një sqarim se penisin edhe pelon gjyst. Parafolsi foli për raportin e shpenzimeve buxhetor të komunës të ekzekutivit. Tha materialin tha se kem. Për këtë raport e ke materialin, 2 pika të raportit i ki nderuar, mos i ngatro senet, këtë çështja e raportit punës të kuvendit. Për këtë raport, as ti, as unë s'kena material. Kjo ke kërkesa mu hjek kjo pik, ju votut mos mu hjek, votut edhe mu hjek, që kjo e ndryshme. Së të punt, gjdo gurthemel që vënët unë e urej atë punë. Gjdo punë që bëhet, o të bëhet për të mirën e qytetarëve. Nuk jeni të po me poret juve mu krenu asë shumë. Kur e merë këtë përgjithsi, me rrë përgjithsien për një shpenzim dorka dhe drejka zyrtare, misus ofrohet një euro. Me rrë dhe këtë përgjithsi, në këtë raport. Edhe këtu përgjithsi, krenari nuk thuhet është shpenzim. Krenojnë edhe me shpenzimet. Shpenzimet duhet më konë pasqyru në ku janë të u shpenzu. Se cila veç e vesh, në se cilën kolon duhet me pos sharim. Ne kemi një raport mbi atrosha, këtu nuk e kemi detajuna, kjo kur të vjen raporti analitik komplet, atëherë na diskutojnë asë dush, por mos del kontrast vetës, se qatë gurthemel që e keni qitë tash për fushot, atu nuk ka vazhdu punimet, atu vazhdojnë kur t'i vje koha, po urej aj punim që të bëhet edhe ndërtuhet aja pjesë. Po kalzore që shi mërë në edhe njëta drosa, shkoni qitë një 3 kacija qiment, ato e qatë drosa i mërë në apet i hjek një bi qatë i gurthemeli, shkoni qitë një gurthemel tjetër. Edhe qatë drosa, shka i keni qitë një gurthemel, sot si keni atu, i keni morë keni shkun tjetër me qatë me të njëta drosa, kështu që definën një senet, mos bëni politik të gohën pika të një ditës si kisha kërku drejtorin, në me dhonë që atë përgjigje shka i bona pytjet, kështu që pysëm konkret rrët raportit, politikën lene, jem fushot, si të bilni për kuvendet, granja fushotës, bëni shka dëni për në kuvend, diskutojmë që është e kuvendet. Faleminderit. Faleminderit, zotëri Seferi. Faleminderit kryesues. Na po thuj me lanë politikën, po çdo sen po lidhet e po sillet rreth politikës. Sinqerisht po tham pak mënyrat shprehurit mbrana këtij kuvendi, po më duket absurde, për shkak se në fund mram, nëse nuk është kryetari juaj, është kryetari qytetarit shtimës, mënyra qysh po shpreheni me te, po më duket pak absurde, për çka secili prej nesh duhet me pas pak konsideratë respekt. Së dyti, në lidhje me këtë raport, faleminderit shumë drejtor për gjitha sqarimet që i jep, i dhe unë kom qenë në legislaturën e kalume, ka pasur buxhet të cilin ju e keni përgëzu, keni dhënë lavdatat shumëta, pse ka arrit një 74% total domosdoshmë për një vit. Prandaj sa po flasim për një 97.20% të realizimit të projektit dhe të realizimit të gjitha investimeve qoftë ato kapitale apo në projektit në përgjithësi, për çka unë sinqerisht po them se po tani fare diskutimi shumë më bens nga opozita, po të pas parasysh më ndal duket mikrofonit lutna. Të pas parasysh që
Po flasim për një projekt për një buxhet i cili është arrit me një vlerë apo një përqindje 97.20%. Këtu ndoshta është dosht ndalemi pak tek çështja e projekteve se si kanë përfunduar. Të përmendim pak çështjet e projekteve se ku ka ngec apo ku ka stagnu komuna e Shtimës, nëse ka të tilla. Po të pas parasysh që nuk pa diskutime të tilla, atëherë po i bën që na po ne jemi perfekt dhe nuk kemi kritika as nga opozita. Ne dim shumë mirë që kemi realizuar projekte të shumta ku edhe nuk po duam të bëjmë politik, po duam të thonë që për ne janë bërë punë të mira. Është bërë çështja e kanalizimeve të ndryshme, trotuareve të ndryshme, ndryshimit që është një projekt marrëmendse për çka edhe në si këshilltar të Komandit Komunal na ka prek secilin kjo puna e ndryshimit të trotuareve dhe kanalizimit. Për çka duhet pak a shumë me i përmend. Për sheni të dëmon logjikën se ku pëndorin të shpenzimet e drejkave zyrtare dhe zyrtare. Mu në pënduku të arsyshme sepse komponave sa ontën e kalume ku ka punë, ka dhe shpenzim. Po ju asi shpenzimi të cilin ju e dini çfarë shpenzimi keni bërë në kohën e opozitarizmit cilin keni qenë. E sot më fol për 10.000 euro vlerë totale të shpenzimeve të darkave zyrtare apo të tillë që ju përcaktoni si vlerë, është më të vërtet pak më duket që sharroke dhe absurde. Na gjithë secili po them që mos bëjmë politikë sot, sepse po të ndalemi të flasim për gjitha projektet që janë bën këtë komunë dhe ky investim i këtij buxheti që është bë, sinqerisht nështë na duhet një seancë tërë të flasim për punë e shumta dhe të mira që janë bërë pikërisht nga ky ekzekutiv. E keni rastin e diskutuar për një çështje të cilën ju vetë kërkuat në të futet si pika e ditës shtesë në këtë kuvend, e ajo është për endin special, edhe aty unë e di që kemi një dhënë konotacion krejtësisht tjetër, për çka ju vetë se futet, po edhe ajo një pilierë dhe një projekt të jetë me rëndësi për gjithë qytetarët e Komunës së Shtimës, ku sinqerisht po them për opozitën këtë rast, e që dikur keni qenë në opozitë, ka qenë ëndër, po ka qenë e pamundur të bëhet, sepse një projekt kaq i mirë dhe kaq marrëmendës sigurisht duhet me u përkrahë dhe duhet mos më pas këso politika të luhet, këso politika të cilat sot keni mundësi me i bëhet gjithë. Jemi në konfushote, është mirë kryesuesi aty po them që sa më shkurt i bim temave dhe pikave për çka jemi ardhur, po ju të bëjmë politikë dhe të diskutojmë çështje të cilat janë jo as pak në interes qytetarëve, sepse qytetarët e dinë për punë të shumta dhe të mira që si ekzekutiv apo edhe si legislativ të mëon gjithë secili prej neve këtu kemi mujtë me i bë. Prandaj falenderoj tani drejtor për gjitha çarimet, besoj që në emër të grupit parlamentar gjithë do të jemi pro këtij raporti dhe se kemi për të vazhduar dhe për të japur votë pro këtij raporti i cili është na është ardhur në këtë kuvend. I falenderoj. Për na zonja Veliu, për herë të parë. Faleminderit kryesues, përshëndetje për të gjithë, përshëndetje për kryetarin, për drejtorët, asambleistat, deshta ta falenderoj edhe drejtorin i cili na ka pruar raportin e përgatitur. Vetë fjala 97.20% e shpenzimeve flet për një buxhet i cili na ka ardhur dhe ky buxhet është shpenzuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Kjo tregon se projektet janë realizuar, është bërë punë dhe kjo punë është bërë me meritokraci dhe me llogaridhënie. Po thuhet, tregoni një projekt që e keni realizuar. Ne nuk kemi ardhur këtu tash me tregu projekte që i kemi realizuar sepse ato po i gëzon qytetari. Ato çdo ditë më shumë qytetari po i vren në çdo cep të Komunës së Shtimës. Përveç kësaj, duhet kthehem pak më mbrapa. Më kujtohet mjaft mirë kur është votuar për buxhetin e vitit 2024. Atë kohë këtë buxhet ju nuk e keni votuar edhe nuk e keni përkrahur. Arsyeja ka qenë që të pengohen punët e mira, të pengohen projektet e mira, të pengohen të mira që do t'i sjellin ky buxhet që do t'ja sjell Komunës së Shtimës dhe qytetarëve të Komunës së Shtimës. Pra, kur atëherë ju nuk keni menduar fare për qytetarët, tash po mendoni për dreka, darka dhe për realizime të tjera. Kështu që buxheti është shpenzuar mirë, llogaridhënia ka pas. Drejtorin e përshëndes për këtë raport të cilin na i ka prezantuar dhe na i ka pru. Faleminderit. 2 minuta, zonja Beqa për herë dytë. Faleminderit kryesues, më nxetën diskutimet e kolegëve për me diskutu për herën e dytë për shkak që kur po flasim për dreka e darka, po shihet që ku ke ngi mirë, pra domethënë
jeni akomodu në për hotelat që thej, u ardi kryetari këtu viktimizoj, këtë ke kum shku të sebepet kum bujt, a faktikisht veç akomodimet i pas kanë kushtu 1.186 euro. Në më thonë s'ku ka konë qaja që shpas ka thonë. Pastaj kur flasim për drejka e darka zyrtare, i kanë kushtu heq ma pak se 9.220 euro. Për 11 muje kanë fjallën. Pa i logarit drejkat e darkat e festave të fund vitit. Kur të flasim për derivate, i kemi heq ma pak se 21.941 euro derivate. Pra gjithsej shpenzimet e luksit këti ekzekutivi kanë kushtu 32.347 euro. Pra jo po delni po imbroni këto që deri sot i keni luftu drejkat edhe darkat zyrtare. E sot po delni po imbroni me nxitim kaq të madh. Kur flasim për projekte, a mundet mu tregu dikush për ekzekutive se qysh qëndron puna që i keni marrë para masat në fshatin Petrov me e rënu aneksen me vlerë për gjatë të 5.000 euro. Në më thonë me ndërtu, thot njëre, le jo me rënu me këtë vlerë, kjo pra është një hajnije pastërt e juvja që kushton gjatë të 5.000 euro veç një rënim. Pastaj, kur të flasim pra për projektet juaja, a mundi më tregu pse rruga me ide Korane është prish, ku e keni si ka asnjë muj që e keni shtru, dje heq ma larkë, se dje i rash asoj rrugë, besoj që më dhem ke vetura me shtin ato gropa që ishim ba. Prandaj, kjo është cilësia e punëve të juve, kjo është menaxhimi i punëve të juve, kjo janë shpenzimet e punëve të juve. Andaj nuk moj me ju përgëzu për shkak që kjo është një dështim total i këtij ekzekutive. Kryetari mundet me u përqesh, unë e kuptoj që është në kohë fushate, e kuptoj që i ka hu bësulla, e kuptoj që me pamje që është typa pak nuk është ka e merë vetën, kështu që kryetar këthjellë pak këshyri punë ka nivelli lokal se nivelli qendror të ka një mu balë për nuk ta kena pa hojrin kur gjahe. Koha, faleminderit. Zotëria Musa, 2 minuta për herë dytë. Sinqerisht, diskutimit e koleve para prak, po na nxitin edhe me diskutu. Ja nisi zonja Veliu më moj ders mu se qysh menon kjo për qytetar. Qysh na se kena votu buxhetin e kjo ka pas votu. Zonja Veliu, ty të ka pas shtipi dy kërja në punë, edhe një 2-3 vjet ju ke pas përshtot ekzekutivit PDK-s. I ke pas ndërru një 4-5 parti politike për me hinë punë, e së në gjithë e vetin kërkon, tasht u bona me vetë vendosen të kanë shtinë punë për nesër me të qitë, apetikesh. Kështu që mos na moj moral politik të neve këto, kush e vota buxhetin e kush se votar. Nuk e votoj buxhetin abuzuesun e kur. Nuk e votoj buxhetin që bëhet hajni, që villet, që abuzohet, që 10.000 euro i hojnë darka dhe drejka, edhe vinë këtu na shisin moral. Te Besnik Seferi. Besnik, me çfarë guximive Besnik pak më herët e pat fshati zbërës një kërkesë. Edhe kërku me debatu për hallet e tyre dhe brengat e tyre. Ti votove kundër e tash qohesh këto u mor në ders politik. Mos e nuk bak kështu, pak më i sinqert. Pak më i sinqert karshit banorëve, se është kërkesë e banorëve, nuk është kërkesë veç e imja. 300 banorë kanë bë peticion, nuk janë të kënaqur me lokacionin, nuk janë të kënaqur me vendin ku e keni zgjedh me ndërtu objektin. Jo pse po zhvendoset. E këtu del thu, ja këta po bojnë politika, ja këta s'po bojnë politika. Nuk bojnë politika 300 banorë që kanë bërë kërkesat. Politika e di të bojnë jo. Faleminderit. Ju los replik zotëri Seferi Zonja Veliu, ka 1 minutë. Falenderoj për forcën për mundësinë që më dha për së dyti herë. Unë pika por nuk kam asnjë kërkesë të banorëve të shtetarëve të fshatit Zbërc. Nuk jam kundër për të diskutuar fare heq kjo çështje, sepse në fund mëna për ta jemi edhe për gjithë shtetarët e komunës së Shtimës pa dallim. Edhe unë kur po them nuk po duhet më dhënë një konotacion tjetër të diskutimeve të këtij kuvendi dhe të kësaj seance, pikërisht për këtë çështje po them sepse ti vetë e the që i politik, po realisht këto po bëhet politik. Në pyetje përgjigje, sigurisht që ka pasur që trajtohet çështja e fshatit Zbërc, edhe të hipen sqarime nga vetë kryetari zotëri Aliu, për çka nuk patët durim, sepse nuk është tendenca për të diskutuar këtu, por tendenca është çush me kriju një rrokam të madhe politike e që është në interes të opozitës e që nuk po ka se ku të kapet ma tutje. Prandaj, i nderumi kolegë, unë të paktën ju e dini shumë mirë që
nëse krejt bëjnë politikë, shet pak të mblonë më nëjë mësë më bëjnë politikë. Jo e dini këto, më keni qënë të popullist, po që unë përmejam i popullit, buroj nga populli e do të vazhdoj të jem në kontribut të popullit. Ju falenderit. Sonja Velio, 1 minutë. Faleminderit kryesues, deshta me repliku pak se po përmendet ka gjë shumë punësimi jam. Veç du me ju tregu diçka. Unë mas pari kum kry studimet, pastaj jam marrë me politikë. Nuk kam hyrë në politikë kur jam regjistru në fakultet. Kështu që mu politika asnjëherë nuk më ka ndihmu për me kry fakultet. Tjetra është, politika asnjëherë nuk më ka ndihmu edhe për me u punësu. Mirë po, unë po e shoh që shumicës këtu po i djeg, pse se keni votu buxhetin në vitin 2024, keni dashur me na kthyen buxhetin 2023 që asnjë projekt mos më realizum komunën e Shtimës. Edhe tashti po na krahasoni, po mirë është prap, mirë se njeri me kritika mëson, me kritika, prej kritikës njeri edhe ndërtohet. Mirë po kështu që mos t'ju djeg se keni votu pranë në realitetin, se nuk jeni t'u dashur asnjë projekt i mirë më kryen komunën e Shtimës. Mirë po, qytetarët janë të i prejkë, qytetari çdo ditë më shumë po i gëzon të arriturat edhe të mirat e kësaj qeverisje. Mirë po, edhe do të vazhdoj të gëzoj edhe në të ardhmen. Faleminderit, për herë dytë Aslani 2 minuta, pastaj do të Rigoshi. Faleminderit kryesues. Nuk është hera tretë replikë pos, kështu që për herë dytë e marr fjalën. Faleminderit shumë kryesues. Kështu është, shkurtimisht domethënë, nëse filluat me drejka e Dorka, me krahasu qeverisën e kalume, ja ka lënë edhe kryeministrit për drejka e Dorka. Se ju me kryetorin. Domethënë keni pos më një muaj keni shpenzuar deri në 5.000 euro për drejka zyrtare. Tash është e kundërta, nuk udhëtohet më me kështu lojë futbollit në për stadiumet e Evropës, po shkohet edhe bjen investime në Kosovë. Si herën e kalume që konkretori në Gjermani vizit, i ki një kamion për higjienën, një tjetër e ki të zerfiksat. Domthonjë udhëtohet për punë zyrtare që ndikojnë për të mirën e qytetarit Shtimës. Tjetra veç nga homë se nashta drejtoria jote ja ka lënë kryetorit, tash se më shtinje me full kështu personalisht. Nashta drejtoria jote për drejka zyrtare ja ka lënë kryetorit së shpenzon kë. Kështu që kur fletni për drejka dhe Dorka, ju jeni kampion. Kampionin i për këtë punë. Ja ka lënë edhe kryeministrisë se ju me kryetorin këtë. Deri në 30.000 euro për 6.000 euro keni pas shpenzime për drejka Dorka, kështu që kur fletni për tu këshirni raportet me të kaluman, se këto raporte duhet me krahasu kjo qeverisi me qeverisën e kaluar. Kështu që jeni kampion të kjo pjesë. Ma herët tha që edhe këtu janë paro publike, mos u krenoni. Paro publike janë konë gjithmonë këtu. Edhe në kaluar janë konë paro publike. Nashta atë kohë keni menu që janë konë paro qeverisjes që keni investu. Paro publike janë konë edhe atëherë edhe tash, po veste tash mirë menaxhohen edhe punohen projekte që çdo të punohen. Tjetra tha që nuk i kena penguar asnjëherë projektet. I keni pengu edhe shumë mirë, bilëm, e dini punën e qerrës Petrol keni pengu kështu pa ndërprej, vazhdimisht, keni pengu edhe projekte tjera, edhe rrugë që tash po ju del punë edhe me projekte tjera, mos i përmendni me emra, kështu që pengesin i bon. Për buxheti po shihet që shumë mirë menaxhu, që shpenzu që çdo, kështu që ka veç lëvdota. Faleminderit. Faleminderit zotri Beqa, zotri Rigoshi. Faleminderit kryesues. Faleminderit drejtor për një elaborim të këtij raporti të cilën e bëra. Unë në këtë pikë të anët të ditës është pikë e anët të ditës shumë e rëndësishëm, raporti vjetor buxhetor i komunës së Shtimës janar vjetor. Unë pikërisht e poshtë disa parafolës të cilët përngresin shqetësimin dhe disa përbojnë lavdotat, unë mendoj se nuk është për lavdota, kjo është çdo projekt i cili bëhet në komunën e Shtimës a për të duar trakit, po me përshëndet, se ky projekt nuk është as në pore e kryetorit Qemal Aliu, as pore ekzekutivit, as pore e qytetarëve të komunës së Shtimës, të cilët duhet të rikthehen ato pore, ata taksa pagues të cilët i bojnë qytetarët e komunës së Shtimës në projekte. Dhe unë mendova se ka me pas shumë ma serios diskutimi, por jo diskutimi të kthehen mbrapa dhe të thohet që thonë ekzekutivi është ka ban një farë elaborimi, mund më të themi një farë propagande shumë naive. Nuk është kalu në kuvendin komunal në Shtime buxheti, ju lutem.
buxheti nuk është kalu për një arsye. Pikërisht unë muj themi kështu me përgjegjësinë e plot kur 70 diçka % projekte 30 diçka kanë qenë 90.000 euro. 90.000 euro e ku arsytu pse nuk kaloj këtë buxhet, edhe arsyeja ishte se 90.000 euro na e dim se në këtë projekte, çdo projekt 90.000 euro nuk mund të shkojë në prokurim, po mund vetëm me një deklaratë dhe të hecë përpara. Soi posh, po spedia gur themeli na mi e ka pedrosat qysh pat edhe. Unë e posh se gjatë këtij prezantimi kemi investime në kapitale. Po në ato investime ju jeni të bon populizëm nga niveli qendror. Unë thjesht mund të lidh atë një projekt të cilën është nisur qysh në fillim të mandatit juaj, tregu tërditor. Dhe në tregun tërditor është nisur para 3 vite, ku është çështja e këtij tregut, a është në konteste gjyqësore, a është ka fillon operatorët punën, a çka është problemi? Ishte shqetësuese kryetor, kjo për mua është shumë shqetësuese, kjo është shqetësuese se premtimet e juaja të cilët unë dhe subjekti jem dhe qytetarët të shtim janë të cilët ju kanë përkro dhe jeni ato ul, ju kanë përkro për premtimet të cilët kena bon, si na kena shpesu si me të vërtet do të realizohen, kur nuk janë asë qereku i tyne që është ka realizohen. Ka fillohen po të përfunduara ju. Kënë disa shqetësime rreth zyrës së kryetarit me të vërtet edhe unë ngres si shqetësim thjesht te pika faqja 10 e keni ju lutem ata të cilët vetëm sot kanë ardhur dhe disa për me kritiku dhe disa për me lavdu, unë mendoj se kanë shumë gabim. Këtu është realiteti çka shifet në përleta. E ki 178.000 euro molla dhe shërbime dhe poga. Kur i pjestojmë na me 12 muj, 14.000 diçka. Po në qatë shifër e ki 7 diçka mi euro e ki e të administrata. Na e dim çfarë numrit administratës punëtorëve e kanë, me 73.000 euro çka mund të bëjmë. O thirrëm të shpenzimet, me të vërteta shqetësu se unë e ku ngrit edhe në legislaturët e mëhershme të cilën kanë qenë ekzekutive 21.941 euro shpenzim derivatësh. Ju lutem. Unë e kërkoj sot qasjen e dokumentat zyrtare të gjitha automjetëve të nabin kilometrozhat sa janë të shpenzuar dhe çka janë ka bujë. Nga drejtoria e administratës. Kryetor, ju kryetor e keni pas edhe gjatë fushatës juaj, të cilin keni ngritë shqetësimin të dorka dhe dreka. Dhe keni qujtu si pahani mish krokodilë. Me të vërtet, 9.220 euro në vetë nuk është pak se, në qovë se lidhmi 9.220.70, saksesht. Pa e përfshi mujin e dumajt. Ju lutem, në qovë se arsytoni si janë pak, edhe dikush për asamblejisava, po ekzekutivi si e arsyton si janë pak, unë mendoj si janë shumë, se janë po Republike qytetarëve. Në qovë se thujemi, ata kanë hongër ma shumë, ju lutem, mos bani kësi krasime. Se ata që kanë hongër ma shumë, jeni orë që ato. Ta është i qka, për me në ru, për me hongër nësi kishëm ru hesh, në të hojnë ata edhe krypuna. Po i kemi pikërish për këta, i kemi për kërësus, se edhe ti qysh për fshin dur, ti fshin dur të hesh më sanin, sikur këta që... Zotri Gashi, koha kaloj, zotri Amrushi. Përshëndetje për gjithë. Si jam marrë për me marrë fjallën sot edhe në këtë pikë, po me qenë se po ka shumë debate, edhe me qenë se sot ku ka tema ditës dreka edhe darka zyrtare në këtë pikë, dishta veç me shtu që nështë nuk janë edhe shumë ose pak 10.000 euro, plus minus o kanë ato 9.000 diçka. Mirë po më qëdit fakti njërën se që janë shpenzu ato. E kuptojme, na jemi njerëz, kemi kaluna për disa procedura dhe na i kuptojmë disa shpenzime që janë të arsyshme, ultimet jashtë vendit, krejt okej, delegacionet, po shpenzimet, kur shkoni jo e hani një drejk me një
kolegët juve me një shok e merr një faturën 38 euro, 44 euro, 50 euro, edhe bini këtë, e kompenzen edhe qa drejken që hani në pauzën e ju, që ke për mu nuk është e arsyshme. Shpenzimi që është pak ma i lartë ku ka një delegacion, krejtë është okej. Po e shonë, unë po e shoh këtë që edhe fatura 38 euro, 40 euro, 50 euro që keni hongër, s'po ju vjen marrëve me alip shteti që ato 50 euro që keni hongër drejka, paguni për gjepit ju që ato të pakten. Sa i përket disa që po flasin për donacione, disa që po flasin për një kamion, sinqeresht ju ma mirë është me shkumjat që ta tjene një plakat, shitet kamioni, i ardhën nga Gjermania, i pa vozitën në Kosovë që një vjetë e gjys, veç a i plakin në Gjermania ka vozit. Zdi që ka po bane me atë kamion që një vjetë e gjys ju ka ardhë, e keni parku të shpia kulturës. S'pakon liranja parkingun shpis kulturës. Mos u krenone për punë që i nesë edhe nuk deni asë me i përfundu edhe vetëm me njësë punë. Ju një orë në fund mandatit, e keni pos qeverisë në altë atje, me shumic votash, e keni këto, edhe nuk keni në gjendje me kryu asë një punë. I një orë në vitin e fundit mandatit, edhe vesh gurë themel e vendes një se sash është koha e fushatës. Na keni pengu jo na keni pengu, kush ju pengaj? Shumicin e atje, shumicin e këtë, u shdosh mi gro punëve. Elektorati po dhe zdi që kanë bo, gjdo mbledhe miliona, shtimja nuk pushit asë një projekt milion që u kry këtë. Këtë do që se rrugicat vogla, nuk është asë një projekt i madhë që është njësë dhe përfundu këtë. Nuk di ku shupe nga i rrugës juve. Pandirin. Faleminderit zotëri Amrushi, një projekt e ki para 3 ditë në Pjetrështic në salë, mund me shku me vizitu. Që e ke kërku që një 2-3 mbledhje, pse s'po kryet. Jo, veç po thamë është i përfundum, se e di që e keni njësë, jo, po na po thamë është i përfundum. Edhe heq një syzat delshen një projektet, po, Adelin thoi që rruga me dekoroni, po është faza e parë, në pranverë asfaltohet faza e dytë, më mirë është na për qatë asfaltin pak nëse u bën një vrim se sa kes na për laq dhe në gjuhë, po s'ke rose s'ke mujt, e ta shta ka mundësu me shku, po s'ke mujt me shku, se laq ka qenë atë, e dilsheni projektet cilën dush, ku bëdën, a bëdën ndryqim, ndryqim, krej Petrovën e ki ndryqume, po, 3 milion euro. Që shkallëzëm dhe shka që keni se kërë kry. Që ke bu 20 vjeti për Petrovën? Po lemër se kjetë të sëdim. Që ke bu 20 vjeti? S'kom qare zotëri, po da replik? Jo, veç e po da kështu. Urna, zotëri Amrushi, replik. Kryesus falemderes, unë nuk e kom kërkuat palestër që 2-3 mbledhje me u përfundu. Por rafsh që 3 vjetë e kom kërku që me u vazhdu punimet atë ku i kemi lona me i vazhdu jo. Aj projekta që janë i nisën nga Naimi Smojle, i ndërtu nga aj, jo e keni me remetu, në regull të krejtjen bo. Aja është përfundu në fund mandatit juve, keni pas të gatshëm vetëm me remetimin. Kështu që mos u krenone për një punë që ju kanë dosh rafsh një mandat me përfundu një shkollë në palestër ndërtume, vetëm me remetu pak. E sa përket ndryqimit që për krenoj shumë me ndryqim, e për thoni që që thatë shprejnë tonë hek një syzat me i po punimet e qka keni bojo 20 vjetë, që ta që keni dhe zdritat jo me i po punimet të në që keni bo. Që ta që më në me po, jeni të edhe zdritat në ato punime ku ne i kemi kryu ka mungu ndë pjesë vetëm ndryqimi. Që të punë e keni bojo. Punë që kemi bo na, që ta është të poshien në ndryqimin e ju, me që ndryqim krenoj. Falemderit. Falemderit. Unë më ju garantu që së ka bo qeverisja Qemal Aliut për një vetë ndryqim ju 25 vjetë s'keni bo. Me dokumenta. Falemderit.
Jo keni lëshu shkolla që alo po i në zonësat kanë pi kret dhe kret shkollat ju kanë renovu qatia. Edhe sallave, edhe i keni në nënshkrusit përfundume. Tu përfshi edhe sallën e sportit lartë. Qytetarët i din këto sene, është mirë me folë rreth raportit nëse keni në i gjohë ato, mos falni për të kalumen së është Zotria Gjio, urna. E ma në fondë unë pove. Faleminderit. Faleminderit kryesus, përshëndetje për gjithë. Në lidhje me pikën e rani ditës me nëjë që u thanë gjitha pruet kontra. A më vrejt jam ko të bëj me diskursin që zhvilluhet më rana kuvendit, më nëjë që le shumë për dëshiru. Edhe aspekti tjetër no, më nëjë si pozit, si opozit, se keni fort luksin, mi thura ljush vetës edhin, se në sejnës, si mënësi qeverise, besojë në fort nuk ka që dalën edhe, ka që po, të falenderit. Faleminderit. Unë zdalloj me ato, ha? 2 minuta Zotria Amrushi për herë dytë. Atëherë për herë dytë, gëzëm faleminderit dhe po më vjen mirë që ma në fund ke reflektu. Edhe sigurisht i ka vi prej fillimit këtij kuvendi që me pas pak kujdes në fjalime. Mirë po tash po e sheh, je për bollë dhe sheh vetëm i mikat e të parit këtij vendit e qesin çdo njeri prej vetvetes. E ki për bollë kryetarin e komunës e vetëm gjestet që i banaj, mundesh me po se qysh të bën me dalë jashtë vendit. Sa përket dallimit vogël që e kemi, edhe na për që të punë për akuzojmë. Je kom pjesët qasë e listës ku të kanë votu qytetarët që me boni ndryshim. Edhe mirë që ka reflektu në fund që s'ko ndryshim me këta. Vesh mazi janë të bo. Që kjo është e anedhe që s'pëna pëlqen. Njerëzit që kanë donë fushat e kanë rajtë popullin me propagandën që janë të prirë për propagandën, janë kampion që e përdora i fjallën të propagandës dhe sot janë orë këtë edhe nuk kanë mujtë me lëviz asë një sen për aso që ka qenë. Vetëm shaj i kanë dështu disa projekte, e i kanë vënu disa projekte si kuraj pak para si falëm për Pjetër Shtice. E kanë vënu 3 vjetë projektin për shkak negligjencës këtyne. Kështu që është mirë dikush në herë, si kur jo edhe shpesh është mirë nështë në fillim të mledhjes merë e fjallë me në rikujtu që jemi në kuvend dhe jemi para publikut me pas kujdes që po flujë. Koha Zotri Amrushi. Faleminderit. Faleminderit Zotri Jakupi. Përshëndetje të gjithëve, unë kam një shqetësim, vazhdimësi i kërkesat për çështje dokumente publike neglizhohen edhe vënohen. Unë kam bërë kërkesë për çështjen e dokumente publike, evidencën e shpenzimeve financiare prej janarit 2024 deri në dhjetor të vitit 2024. Disa herë kam bërë kërkesën, një herë më është thonë që nuk e drejtë. Mandej me ndihmën e Agjencisë për Informim dhe Privatësi, pasi po shkruajnë ata po detyrohen me dhënë, ndërsa herën e fundit që kanë bërë kërkesën për evidencën e shpenzimeve financiare për këtë, e kanë pritë 7 ditë. Tani mas 7 ditë më kanë çuar një përgjigje që do të më pritë edhe 15 ditë se arsye s'kan dhënë hiç. Evidenca e shpenzimeve financiare është në dokument i cili tregon për anëtarët e kuvendit, i cili tregon se për gjitha shpenzimet që janë bërë në detaje me operatorët ekonomik, me datë, me numër të faturës e me gjitha. Ky dokument është elektronik, mundet me u gjeneru në kohë minimale prej disa minutave, mirë po me qëllim po më shefet, mënyrë që na si anëtarët e kuvendit mos me pas mundësinë që këtu në kuvend me debatu. Mirë po ashtu si që kam tregu edhe herave tjera, s'mundi me më shef dokumentin për shkak se ka dhe institucione tjera të cilat e mbajnë këtë dokument, e kanë këtë dokument edhe mandej ata e përcjellin edhe ne i shohmi. Kështu që nuk është problemi të drejka dorëkat zyrtare, këtu qëndron problemi pse po i mshefni, pse e keni emërtuar ndryshe mos me figuru aty.
Dikush që përmendi 10.000 euro, 9.000 e diçka, 10.000 për fat keq më nga muaj 12. Shërbimet e bifes për komunën e Shtimës 7.123 euro e 24 cent, që i bjen veç ky kuvend këtu. Zyra kryetarit e drejtorëve i kanë shpenzuar 7.123 euro shërbimet e bifes, furnizim me ushqim dhe pije. 7 pjesa tjera, cilat ju i diskutu drejka dorë zyrtara, dhe me thonë, kjo është esenca e fshehjes së dokumentit edhe vonesës së një dokumenti i cili gjenerohet për pak minuta. 1 orë, 2 orë, 1 ditë, 4 ditë, 5 ditë, 7 ditë, dokumenti gjenerohet, evidenca, shpenzime financiare, dokument elektronik, se dhe gjenerohet shpejt, edhe mundet me u dërgu. Për fat keq, ju e merrni edhe gatshme keni. Mirë, po esenca është mu vonu, mos mu tregu, mos e mujt me debatu këto, me im shef, 900 euro janë pagu, jo, pret një të gjejtë sakt. Hotel Emerald, 856 euro e 80 cent. Na kena qef me ditë kush, kur, pse, kush është ai delegacion, cili delegacion. Qëtu është esenca krejt, të ndërruar kolegë, kjo është arsyeja e mshefjes së dokumenteve, keni mshefje dokumentacion tjetër, për cilin keni bërë vepër penale, për cilin do të ballafaqoheni me institucionet, po ato janë çështje tjera që s'ka të bëjë me çështjet e buxhetit. Mandaj u fol këtu shumë për trotore, ndriçime, shkolla, po ju sfarrini me mirëbajtje që tu që kena ndërtuna, e lejmë o tjerat. Bash sfarrini me mirëbajtje që tu, një kolum ka pikë që 3 vjetë me nëzhe keni në ishtë ashtë. Tek e fundi për cilat trotore keni fjallën, për cilat trotore, çfarë ndriçimi, pse apo mendoj që s'është bën ndriçim më herët tua, ku keni jetu jo. Kështu që një rekomandim mos i mshefni dokumentacionin se ekzistojnë dokumentacione e Ministrinë e Financave, edhe kolegë tjerë, që na japin, e bani kërkesë, ata japin, ata shumë mënyrë njerëzore, mrena disa ditëve nuk e vonojnë, sipas ligjit, 7 ditë, kur të vonojnë 7 ditë, tani ta japin një arsye, thuajnë s'po 15 ditë, e jo vetëm ta dërgojnë një email që s'mujna 15 ditë. Kjo është mshefje dokumentacionit, është turp, është vetë vërtet turp është. Për ata tani vjen atë pjesë ku na do të me diskutuar, me tregu, edhe për drejkat, edhe për dorkat, edhe për ushqim, furnizim me ushqim, edhe pije dhe gjitha dokumentacion tjetër. Faleminderit. Kanë folë ata. Por në 2 minuta, zonja Velio. Faleminderit kryesues. Njëherë nuk deshta me përmend projektet fare, se thashën i kanë po qytetarët edhe po i gëzojnë qytetarët. Mirë po duhet pak me i përmend me emën. Është observatoriumi dhe planetariumi. Gur themelin e ka qitë po që ky kryetar bashkë me Arbrien Agavcin që ka qenë që është ministre arsimit dhe është i vetmi në rajon. Është një investim për të cilin ne si Shtime duhet të mburremi, por jo vetëm ne si Shtime, po nivelin e shtetit të Kosovës. Mandej, ka pas investime në shkolla. Në ato shkolla ku disa mburrën që i kanë përfundu, po mu pas punu mirë në ato shkolla në atëherë kur jenë ndërtu, sot nuk ish pas nevoj ne me investu në ato shkolla fare. Mirë po, edhe njëherë është dasht investime, jo në eficiencë, jo në dritare, jo në renovim diçka tjetër, jo disa pun tjera të cilat kur i kanë kry, nuk i kanë kry mirë. Tjetër, mandej është punat e infrastruktura, është unaza e vogël. Kjo unaza e vogël veç peshohemi ne sa e ka liru qendrën e Shtimës nga komunikacioni rrugor. Dhe është një rrugë të cilën e përdorëm të gjithë. Mirë po, a na pëlqen me thonë e përdorëm, s'po na pëlqen. Edhe malet po thojna, s'peshfrytëzojnë atë rrugë. Mandej është edhe ndriçimi i qytetit, edhe rrugë të cilat, disa rrugë tjera, disa trotuare tjera të cilat janë ndërtu. Mirë po, punë të mira janë duke u bë. Mandej edhe lume, edhe rregullimi i shtratit të lumit që ka fillu, punë të mira janë duke u bë edhe do të kryen. Kështu që për këtë vlerësimin e jep vetëm qytetare. Faleminderit zonja Velio.
Ja kalojmë fjalën që drejtorit përgjigjen pyetjen që kanë bërë dhe hudhim votim. Faleminderit kryesues. Faleminderit edhe për pyetjet. U diskutu këto rreth shpenzimeve të cilat janë në këtë raport. Është diskutu edhe për tyrat, pse është në disa dikastere më të vogla. Kështu që do të mundohem se cilën në vija të shkurta të jap përgjigje. Sa i përket tyrave, projeksionet për tyrat vetanake i përcakton Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve. Ajo gjithherë merr bazë 3 vitet e fundit, edhe ajo i cakton ato projeksione. Tetatimin për unë është pak më e vogël, për shkak se u diskutua edhe më herët që vitin e kaluar kuvendi i ka fal mbi 300.000 euro qytetarët të komunës Shtimes, që ajo automatikisht ndikon në këtë raport. U mundu me i dhonë, me i paracit disa shuma, nuk e di ku bëjgjen ato, ka njerë po më sfidojnë me mu që ato vlera ku bëj marrin të na në raport shpenzime nuk janë. Nuk janë ato vlera, faktikisht shpenzime për dreka zyrtare për vitin 2024 në 7.568 pikë 7.568.80. Të këto dreka përfshihen shumë shpenzime, nuk janë drekat kryetarit, po janë drekat, na e dim që këtë vit i kem qenë një koqere dhe të garave të nxonca që kanë bojnë komunën tonë, që ka pas shpenzime për dreka aty, ka pas shpenzime për dreka për shoqatat cilat të dola nga lufta, edhe familjet të dëshmorëve, ka pas dreka për stafin i cili ka shku në pension, që ka punu 20 vite, 30 e më shumë. Tash, ndëgjëm, po dhe 38 mund më koni drejt që se jetë 2 persona zyrtarë, një është, ose, sa ka me kushtu e 5.000 kushtën. Shtu që ka pas dreka, ka pas, unë po foli me raport. Ka pas pritje për mërgjimtarët, ju e dini, që ka pas eventet ndryshme edhe në shtëpitë kulturës, që ka pas koncerte, që ka pas shpenzime, që në total krejt këto janë 7.568. Nuk janë, kena pas edhe shpenzime të kuvendit, na jena që të të mbojmë ledhet edhe të kuvendit, kena shpenzime edhe drejtora, që i kena që në atakojnë me rregullore, nuk janë 20, sa kanë qenë, po janë 15 mujore, ndërsa të shpenzimet ma herët, unë e kam informacionin që 20, mirë dhe ndëgjëm. Unë e kam informacionin që kanë qenë 20 dhe janë bo 15, si do që tjetë. është diskutu edhe shpenzimit e akomodimit, nuk janë 1.000 e sa u ceken, po janë 946.8. Unë e kam në raport shpenzimi, ato janë delegacionet të cilat janë orë për jashtit, edhe ata nuk mujna... Drejtar, të lutna. Jo 20 drejtura, 20 euro thash. Jo los, keni po pyetje drejtori po përgjigjet. Drejtar, të lutna. Keni pas me bilet. Mos ta pengojmë drejtorin, let përgjigjet. Shpenzimet e akomodimit përfshihen delegacionet e jashtme të cilat vinë, që ata nuk mujna na mi morë, mi flet na për banesa, apo na për shtëpia privat, po i kanë edhe me trogullune që ata do të mi akomodu dikon, edhe janë qëto shpenzime 946.8 së vjetore. Diskutu derivatet. Derivatet përfshihen shumë sena aty. Përfshihen karburantet, përfshihen derivate për gjeneratore, përfshihet nxemja. Jo dini që objekti i komunës ngruhet me naftë për nxemje qendrore. Është me naftë. Po sado që të jetë, që ajo është që ato shpenzim as unë kërkushtu një zvoglën, se ato janë olë shumë nxemjen që ka shku dhe nolën që ka shku. Ato sënë. Nuk janë shpenzimet luktit dhe nxemja objektit. Po, o diskutu dhe diska tjetër, o diskutu dhe diska tjetër qasin dokumente. Qëre, raporte cilat po kujtoni që gjenerohen për sistemit, kur do një hajde alëshojna, po kur të lepë një dokumente, qasi për dokumente zyrtare, nuk mund be me lypti mu po mdohet me macek datën e kontratës, kush s'ka do kontrata, kush është operatori, kush është
përfituesi, sa është vlera, ato nuk i lëshon sistemi, ato do të mi punu vetë. Edhe ato sana të cilat i punojnë vetë, ato nuk janë të rregulluar kërkush me letë që i mojnë financat për evidencë të vete dhe mja dhanë dikujna. No, ato nuk janë të rregulluar. Ato që e gjeron sistemi, hajde në 2 ditës 5 minuta ta çojna. Po ato sana të cilat i keni lyp nuk i lëshon sistemi. Me të qenë se u diskutuar diçka në Dumoli dhe diçka se juve që edhe keni përvojën në komunë këtë gjatë, unë kam një halë që po vjen disa operatorë shpesh që për do obligime që janë edhe pa kontratë, që janë kry ma heret edhe po të me pagu. Kum pas edhe presione për tyne, në mesin e atyne, pa kontratë. Po, edhe po vjen që do gumat zarfiksa, nuk e di që ka ndodhja, këni morë njerit edhe ajës për shkuqet të dera për ditë. Së më pelargoj, po jo për ti e ki përvoj e konë në kryetar, besoj që nga ndimon këtë punë se e ki përvoj në institucione komunale dhe që shmi apo të qare njerit. Jo, veç po të kalëzit që shmi apo të qare njerit, të kalëzit një se e kini atë përvoj. Unë jam gallë. E ata i qënë vetë juve, më se po në mëra, se ko edhe plet për i tyne. Ju lutem, që të sano, çdo gjë është me legjë, hen lexohë ligjin e ki. S'është e vërtet, vetura i ka tabelat, edhe civile edhe zyrtare, po, jo, heq, gjithë i ka civile, gjithë, po, gjithë civile i ka. S'mon më ma dokumentu te. Ja kalojmë fjallën kryetarit dhe e udhim votim raportin. Faleminderit kryesus, të nderuar kolegë nga ekzekutivi, të nderuar asamblesë, të nderuar qytetarët komunës Shtimes. Deshta vetëm 1-2 fjalë pa dashur me ra në nivelin toksik, edhe që nuk i përket nivelit të një asambleje të një qytetit, si që është komuna e Shtimes, me gjithatë frustrimin e këtyre zonjave dhe zotrive besoj të gjithë po e shifni. Frustrimi këtyre vjen nga që po e shofin që ajo lafi që ju këmë thonë kryet radhe që keni me metë sikur PDK e Lipjanit po bëhet realitet. Autobuzat edhe veturat për mingjit Drenicën, Prizrenin, Lipjanin, edhe Frizajnë në maje të Kodrës nuk përzidhen punë sepse në përtakime kur përshkojnë qytetarëve, në përtakime kur për këtë këmë fullë qëtash. Vesh nga ne, me qëtësi, qëtësonë pak, qëtësonë se jeni frustru shumë, edhe e kuptoj frustrimin e juj, krejt qëtash vesh nga të se komit të regu gjitha. Edhe frustrimi ju i përshijet, për kunder që po boni njerëz për të Kosovë se për hypnin majet Kodrës atje, kur përshkoni në përshpijat njerëzve, vetë përshkoni ka 12 vete për presin ka 4, edhe që atyve për vje morë me donë fotografi me juve, si gjërisht. E pora, ja, kërë është frustrimi, po, kërë është frustrim, ja, unë po flasë për juve që ju po akuzani, edhe lytë kërë në spishat frustrum, juve pjushat frustrum. Ta shte, deshta kërësus frustrimin e tyve nuk kena nevoj me dëgju dëmonë vazhdimisht. Unë ju dëgjova, po fjallim politike më në këto, së në politikanjëm. Po ju se dine as konceptin e qenerit asamblejt e dine. Po na këto për politikin, o zëtni, po të se kuptonë për shka je. Po pikërisht to, kjo është politike dhe bëhet politik, po të se kuptonë, a se je frustru, o zëtni, je frustru.
e mësu, ti zotni e mësu, ti je veç me bojt qonda dhe me rollaq. A kupton? Që ka shjeti? Edhe ti je zotni këtu me fol me një nivel që mu vje keq, që i thu vetës intelektual, i thu vetës mjek, qytetarë ndërum, a ja keni një fjallorin këti zotnis? Uko, suko, porra, povjel, hej, zotri, me këtë nivel, që një fjallë intelektuale s'di me thonë njërën tone, sepse s'ke posku me marrë intelekti, a kupton? Ti je një bastard që përjav shpif se cilit njerin komunën e shtimës. Edhe, tashti, dë gjana se frustrimin tënë nuk e kina nërmen me mojnë shpif tënë. Komuna e shtimës. Kryetar, të lutë nga bele, falërat raportit më sënë citima. Veç pak, më falë. Julios koleg, jena të dalë jashtë pikës randit ditës, kryetar të kësha lutë përgjigjet javje për raportin dhe të vazhdojmë me votim, mos ta prishim seancën. Orna kryetar. Unë s'po prishim seancë, unë e ka një orë që jam të dëgju vetëm fjallë toksike, bastarduse, ofenduse, parjel, më falë. Kështu që thjesht unë qytetarve ja riktheva dhe në herë në vesh, dëgjane për një orë që ka është në gjendje një njeri i frustrum deri në polës me bo. Po frustrimi është i këtyre, o zotni, këta jam 7-8 vetë që janë frustrum. Qytetarët e komunës shtimes janë të lumtur sepse e kanë një qeverisje të ndershme, e ka një qeverisje zhvillimore, e ka një qeverisje që se ka njoftë Republika Komuna e Shtimes për 25 vite. Janë deshta më kthy te pika e ditës te pika e tretë. Përkundër tentativa për zbeje për anatemim, unë kisha dashur një tregu edhe një herë qytetarët Komunës Shtimes që bugjeti i Komunës Shtimes është harxhu 97.20%. Tashti, një qeverisje komunale që harxhon buxhetin me 97.20% është quhet qeverisje efikase. Mos harrojmë që në vitin e fundit të këtyre zotrive të frustruar, e që për u thot goja nga frustrimi, sepse po e shohin vetin duke u zhyt çdo ditë e më shumë, në katandin e tyre, vetëm 74% buxhetit e kemi gjithë realizuar. Edhe a di çfarë 74% i një buxheti 7 milion. Ndërsa ne i kemi implementuar 97.20% të buxhetit 11 milion. Kjo është për nivelin komunal, ndërsa kemi implementuar dykun edhe 32 milion euro fonde që kanë ardhur nga financimet nga Qeveria e Republikës Kosovës, si dhe 45 milion janë të buxhetuar me buxhetin 2025-2027. Qytetarët e Komunës Shtimes janë shumë të lumtur, janë shumë të nderuar, janë shumë të respektuar. Këtë mirënjohje edhe këtë punë të mirë po e shmojnë edhe po na i vlerësojnë edhe po na falenderojnë çdo kënd ku po shkojmë, sepse dyert I kemi të hapur edhe po mirë pritemi si asnjëherë më përpara. E dyta, tek këto hyrat, ka nevojë edhe një herë mu saktësu. Për pa komunave që e kemi fol, domethënë deri në 100 euro tatimin pron është Komuna e Shtimës. Prandaj ne qytetarëve ja kemi dhënë 300.000 euro, I kemi kursy nga taksimi, prandaj ka rënë niveli I tatimit, inkasimit në tatimit pron. Por që ne jemi shumë të lumtur që në kohë krize, që ka qenë koha e inflacionit, edhe koha e krizës energjetike, ne jemi kujdes për qytetarët, edhe qytetarëve nuk ja kemi rëndu buxhetin e tyre.
Kështu që për këta jemi krenar, ndërsa këta zotërit që po ulerasin këto, është mirë me ditë që kryetarët e partive të këtyre në për komuna tjera ata se kanë falë, nuk e kanë bërë këtë gjestë për manë. Tjetra, sa i përket harxhimeve, këtu u tentu mu spekulu. Ne jemi komunë dinamike, si që përmeni edhe drejtori. Viti që lam pas, ka qenë vetë me një dinamik të jashtëzakonshme, delegacioneve tuja. Kemi pas gara, kemi pas festa në arsim, kemi pas respekt për shoqatat kulturore artistike, shoqatat e dala nga lufta, kemi nderu dhe kemi respektu vlerat tona të trashëgimisë kombëtare. Kemi pas festivalin Folk Fest, ju e dini që ka qenë një nga ngjarjet më të rëndësishme të kulturës, jo vetëm në komunën Shtimes, por në krejtë Republikën, që kanë ardhur më shumë se sa 300 artistë dhe vallëtar nga gjitha trevat e kombit, për cilëve edhe ju kemi dhënë një darkë. Ju dhënë darkë 300 vetave, ato janë para, qytetarët e komunës Shtimes e din. Kemi pas delegacione të jashtme, kemi pas gjerman, kemi pas japonez, kemi pas korean. Kemi pritë për cilë volum të lartë të delegacioneve nivelit qendror, qoftë organizata ndërkombëtare, qoftë fonde që kanë sjellë fonde ndërkombëtare në komunën e Shtimes, qoftë nivel ministra, zavendës ministra, po dhe zyrtarë të lartë të shtetit, të cilët normal që kur vinë, na nderojnë, na respektojnë, sjellën fonde, nisim veprat mëdha e përurime, normal që ne nuk jemi legena, ne jemi shqiptar, edhe në fisnikërin tonë është ja jep njëri edhe një drejk atyre. Qoftë zyra kryetarit, qoftë drejtori i linjës. Edhe përkundër dëshirës tuaj për mirërit gjërat, vlera e drekave dhe darkave në komunën e Shtimes për një vjet është më pak se 8.000 euro. E unë për qytetarëve për flas. Po vloj bast publik, në qoftë se ka në komunë në Republikën e Kosovës që ka shifër të darkave, drekave, më të vogël se komuna e Shtimes, hajde unë ju jep llogari. Merrni edhe një komunë më e vogla që është 3 fishi i komunës Shtimes, edhe këqome po që dol shifra e darkave dhe drekave. Pse shtrohet pyetja? Jo se s'kemi harxhu ndoshta edhe 3 fish më shumë. Po edhe unë personalisht, edhe në kryetari, e shpesh edhe drejtorat kanë paguar edhe për xhepit vet. Po këto le ta çmojnë qytetarët, qysh po e çmojnë? S'ka nevojë me marr vlerësimin e këtyre zotërive që janë frustruar dhe që ju ka humbur rruga në barë. Tashti kjo është e vërteta edhe është një sqarim që deshta me ja dhënë qytetarëve të komunës Shtimes, atyre ja kam detyrim, atyre ju jap llogari, atyre ju përkulem, edhe ju bëj thirrje edhe një herë mja po nivelin e frustrimit tyre zotërive e tyre zogjave, mja po gojen që nuk mujnë 3 fjalë me ndërtu në fjali pa e fut një ofendim. Pa e fut fjallën ka vjedh, po rra, po ha, a i kuptan. Këto janë fjallë që mund vje keq edhe mi citu. Kështu që ju lutem qytetarët në Rum të komunës Shtimes, shikoni këta njerëz, shikoni frustrimin e tyre, shikoni kone keni votu, shikoni kush ju përfaqëson, e ju lutem mos bëni mo gabime me votën tuaj, me sjell përfaqësues të këtij niveli, domethënë që janë jashtë çdo parametri të qenurit përfaqësues të popullit. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë të lutna po shkojmë votim, veç veç tash ndëgjam se po shkojmë votim. Ju lutna, s'di ç'më thon ndryshe, po të lutna.
Nuk di që ka naj fjallë ma me mirësjellje se po të lutem. Okej. Vazhdojmë me pikën e tretë, hudhim votim raporti vjetor buxhetor i Komunës së Shtimes për vitin 2024 me gjitha ato sqarime që i dha drejtori i financave zotëri Ahmeti. Edhe një herë ju them që në Komitetin për Politikë dhe Financa ky raport ka kalu me shumicë votash dhe tani e hudhim votim kush është për. Kemi 10 vota për, kundër. Kundër kemi 10 vota, abstenim. Kemi një abstenim. Atëherë me 10 vota për dhe 10 vota kundër, duhet me përdor votën e dyfisht, që është për, dhe me votën e dyfisht kjo pikë e rendit të ditës kalon. Tani e kom një pyetje, nëse jeni të interesu me shku në pauzë, ora 12, apo vazhdojmë. Atëherë sot dëshironi pauzë. Në ora 9:15 kthehemi në seancë. Faleminderit.